Përshëndetje miq të Radio Singjallje, rinisim intervistat me zotin Miron Çajko në studio. Faleminderit Miron, viti mbar qoftë se nuk kemi takuar për 2026. Do flasim sot për Theofanin. Në datën 6 janar kisha premtoi festën e Theofanis. Po. Do na shpjegosh Miron çfarë është kjo festë, të dielën që vjen kemi të dielën e pas Theofanis. Në shpjego si është historia, si është shkruar në Ungjill dhe si ka ardhur sot kjo festë tek besimtarët. Epifani ose Theofani do të thotë shfaqje prej së larti ose shfaqja e Perëndisë. Në gjuhën popullore quhet dita e ujit bekuar, por që lidhet me pagëzimin e Zotit tonë Jezu Krisht në lumin e Jordan. Shkrimi i Shenjtë na tregon që Zoti Jezu Krisht kur mbushi moshën 30 vjeçe, ai shkoi në lumin e Jordan. Dhe në atë kohë ai ishte i panjohur për njerëzit. Sepse siç kemi folur edhe për Krishtlindjen, ardhen e tij si perëndi njeri në kolla në hapësirë, e morën vesh pak njerëz. Dhe deri në atë moshë ai mbeti larg syve të njerëzve, sepse duhet të mbushte moshën e pjekurisë. Por ju den mosha e pjekurisë është mosha 30 vjeç. Prandaj edhe Krishti shfaqet në këtë moshë në lumin e Jordan kur kishte vajtur përpara Ioan Paren si pagëzor me detyrën që të pagëzonte me ujë në shenjë pendimi. Perëndia i kishte folur Ioan Paren si pagëzor që mbi atë që do të shikosh të zbres shpirti i shenjtë si një pëllum, ai është Mesia ose ai është Krishti. Mesia është në gjuhën izraelite i lyer, Krisht në gjuhën greke. Do të thënë i lyer, i vajosur i Perëndisë. Dhe Krishti vajti dhe Ioan Paren se pagëzor, duke qenë profet, e kuptoi që ai nuk ishte thjesht i gjithë mëkatarat që vinin dhe rrëfenin mëkatet e tyre dhe pagëzoheshin. Prandaj kemi edhe atë dialogun që i thotë si mund të pagëzoj unë, ti duhet të pagëzosh mua. Dhe Krishti thotë duhet të bindemi që të mbushim çdo drejtësi. Fjala çdo drejtësi do thotë jo atë drejtësinë që mendojmë neve, ose atë drejtësinë që thoshte edhe dhjata e vjetër sy për sy, dhëm për dhëm, por Perëndia në Krishtin erdhi të mbushi drejtësinë e mëshirës. Dhe që vjen nga përulësia, përkushtimi dhe vetmohimi, që dëshfaqen në personin e Krishtit që kulmon pasaj në kryq. Kështu që Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndisë dhe biri i përulet në përulësinë e skajshme, sa ulet zotëria para shërbëtorit dhe zhytet në lumin Jordan. Në atë moment dëgjohet një zë nga qielli, që është zëri i Perëndisë Atit, që ky është biri im i dashur, që e kam pëlqyer, dhe Shpirti i Shenjtë erdhi në formë pëllumbi. Ktu shfaqet misteri i Trinisë së Shenjtë. Prandaj kjo ditë quhet Theofani, shfaqja e Perëndisë. Ne dimë që Perëndia është ai që krijoi të gjithë të dukurat pa dukurat. Por vetëm ne të krishterët kemi kuptimin e vërtetë se kush është Perëndia. Ka koncepte ndryshme për Perëndinë, por gjitha konceptet janë njerëzore. Kurse koncepti që kemi ne për Perëndinë, që është një qenie hyjnore në 3 persona, është një koncept jo i shpikur nga mendja njerëzore, ulëmtimet, por i zbuluar nga Perëndia. Nga vetë Perëndia që e shikojmë në pagëzimin e Krishtit. Pra Ati, zëri Atit foli nga qielli, biri ishte si bir njeriu në ujërat e Jordanit dhe Shpirti i Shenjtë në formë pëllumbi. Pra, gjë e parë që neve përjetojmë në Theofani është shfaqja e Trinisë së Shenjtë. Prandaj edhe kjo festë quhet festa e dritave. Okej. Kjo quhet festa e dritave. Kur lindi Krishti në Betlehem të Judes, ne folëm që u shfaq një yll, që nuk ishte një fenomen astronomik, por ishte shfaqja një angjëlli që i mësoi magët të faleshin krijuesit. Por Krishti shkoi në moshën e pjekurisë dhe nga profeti Malakia quhet dielli i drejtësisë. Dhe pra, edhe për Krishtinë kemi dritën, por ishte një dritë si një yll. Tashmë drita zbulohet e plot e gjithë misteri se kush ishte ky person. Sepse vetë Ati dëshmoi, ky është biri im i dashur që e kam pëlqyer. Pra nuk është një dëshmi që erdhi nga njerëzit, erdhi nga Perëndia. Dhe shfaqet misteri i Trinisë së Shenjtë. Kështu që për ne Perëndia është një person në 3 fytyra ose në 3 drita të pakrijuara. Prandaj është quhet festa e dritave. Deri në shekullin e 4, Theofania festoi me Krishtlindjen.
Festoheshin bashkë. Sepse, thash, kur kemi folur për Krishtlindjen, që kisha nuk interesoi shumë për lindjen e Krishtit. Sepse dhe Krishti tha, kujtoni vdekjen dhe ngjalljen time. Jo lindjen, sepse lindjen e festonin paganët më shumë dhe mbretërit. Por, dhe kishte edhe shumë kalendare në atë kohë që kisha nuk i dha rëndësi ditës së lindjes Krishtit, sepse kalendarët nuk konvergonin me njëri tjetrin. Por, në shekullin e 4, kur kisha doli nga persekutimi dhe tani filloi të organizoj jetën adhuruese, atëherë filloi të ndaj Krishtlindjen nga Theofania. Sepse edhe Krishtlindja dhe Theofania ishin bashkëfaqja në mish e birit të Perëndis. Por tashmë kisha u interesua për këtë ngjarje, për këtë të kremte zotërore, despotike, të pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Dhe për na dhënë këtë mister të madh se si me përuljen e Krishtit shfaqet Trinia e Shenjtë, që e mbuloi fytyrën e vet mbas mëkatit të Adamit. Mbas mëkatit të Adamit, njeriu nuk e shikon më Zotin. Dhe krijoi zota të rrem. Me ardhjen e Adamit të dytë të Krishtit, i cili u përul, shfaqet përsëri Trinia e Shenjtë. Na tregon përsëri kur është Perëndia dhe fillon komunikimi i Zotit me njeriu në Krishtin dhe Shpirti i Shenjtë tani, që shpirti i Atit, që ri tek biri, nuk vjen për të ndëshkuar, por vjen si një pëllumb. Shfaqja si një pëllumb e Shpirtit të Shenjtë është në mënyrë simbolike. Kjo lidhet me përmbytjen e Noës. Kur u përmbyt toka dhe pastaj Noja qëndroi për gati disa muaj në varg dhe për të parë që ishte tharë toka apo jo, nxori një pëllumb. Dhe pëllumbi më herën e dytë erdhi duke sjellë një gjethe ashtu ulliri. Është dhe ai simboli i paqes, ulliri me pëllumbi me dek ulliri. Por përsëri vjen tashmë Shpirti i Shenjtë si pëllumb, nuk është pëllumb, është si pëllumb, është një formë që ai merr për të na treguar se erdhi për të qëndruar me njerëzit. Pëllumbi është një shpend shumë shoqëror me njerëzit. Rrit tek njerëzit dhe njerëzit i bëjnë shtëpi pëllumbit në shtëpitë e tyre. Dhe është paqësor. Kjo është ajo për treguar që Zoti kërkon të vendosi paqen me njerëzit duke u dhënë shpirtin e paqes. Ajo dëshmi që u dha nga angjit kur lindi Krishti, paqe mbi dhe mirëdashje midis njerëzve, tashmë u konkretizua në pagëzimin e Krishtit, sepse vjen Shpirti i Shenjtë si një pëllumb. Dhe kemi dhe tjetrën, po mund ta bësh pyetjen, pasi jo, do kaloj te aktualiteti pastaj. Ja të themi edhe diçka tjetër. Arsyeja tjetër që u pagëzua Krishti ishte shenjtërimi i ujrave. Tani lidhet me ujin e bekuar. Pse u pagëzua Krishti në lumin Jordan? U pagëzua edhe për një qëllim tjetër shumë të madh, sepse mbas mëkatit të Adamit dhe të Evës, gjithë bota, toka, që ishte krijuar për njeriu, por kur flasim toka gjithë universi, ishte ra në shkatërim për shkak se toka u bë principat e djallit, e këtij angjëlli të rënë. Dhe djalli zuri elementin bazik në tokë, ujin, sepse toka doli nga ujrat. Por dhe 70% e tokës është mbuluar me ujë, që të shpëtoj nga zjarri, sepse toka është një lëmsh i zjarrit. Është ai kombinimi i ujit me zjarrin, një luftë deri në fund. Kush do fitoj. Dhe atëre djalli u fut në ujra, kemi tek psalmet dhe ja deti madh i gjerë, aty janë shtërpit pa numër qenie të gjalla të vogla të mëdha, aty zhdragoi në ujra ri djalli, që ti e krijuar për luajtur me të. Tashmë djalli duke qëndruar në ujrat, përçon negativitetin e vet dhe ujrat prishen dhe natyra prishet dhe njeriu vdes. Kemi atë kolapsin e natyrës dhe të njeriut për shkak të mëkatit. Atëherë Krishti tani vjen në principatën e djallit në ujra, zhytet dhe duke u zhytur ai si njeri, ai rrezaton gjithë hyjninë e vet. Dhe ujrat tani shenjtërohen, fjala shenjtë do të lënë largojnë të keqen dhe bën bartës të hirit të Shpirtit të Shenjtë. Kjo ndodh përsëri sa herë që ne hedhim kryqin në ujë në ditën e Theofanisë. Këtu rrim tani. Po. Neve, Miron, marrim në kish ujin e bekuar dhe e sjellim në shtëpitë tona. Si duhet përdorur uji që marrim? Po. Kisha ortodokse jep shumë rëndësi të veçantë bekimit të ujit. Kemi bekimin e madh, bekimin e vogël. Ajazmo e madhe, ajazmo e vogël. Në kungatën hyjnore, buka dhe vera që ne çojmë
shndrohen në trup dhe gjak të Krishtit. Edhe uji që ne çojmë, kur bekohet nga Kisha Ortodokse, duke thirrur në emër të Krishtit shpirtin e shenjtë, atëherë ai shenjtërohet, mbushet me fuqinë e shpirtit shenjtë. Kjo është një gjë shumë e madhe. Dhe duhet marrë me shumë shpreshtari dhe duhet mbajtur me shumë kujdes. Uji i bekuar i 6 janarit përdoret për t'u kunguar, për t'u pirë dhe për spërkatur shtëpinë në 6 janar. Në ditët e tjera të vitit, ai nuk përdoret kaq thjesht që mund të pish sa herë që ti ndje nevojë, sepse ka një shenjtëri të madh, ose prandaj quhet bekimi i madh i ujit. Prandaj duhet përdoret me bekimin e atit rrëfyes dhe mbas një kreshmimi ose agjerimi, siç përgatitemi për kungat. Kurse për ditë, për të pirën esën në mëngjes, ne përdorim ajazmon e vogël që bekohet në çdo fillim muaji. Prandaj ajazmoja e madhe mbahet në shtëpitë tona të krishterë ortodoks, kjo është traditë, në vendin më të veçantë që ne kemi, në ikonostasin që kemi në shtëpi, ku mbajmë ikonat, mbajmë kandilin, mbajmë shkrimin e shenjtë, mbajmë dhe ajazmon e madh. Dhe thash duhet përdorur me bekimin e atit rrëfyes, jo siç e përdorin shpesh njerëzit dhe pa u përgatitur. Dhe është e rëndësishme kjo, sepse thash që mban hirin e shpirtit shenjtë. Dhe si doli nevoja që të bekohet uji? Se kjo është një shërbes që ka filluar në shekullin e 4, më përpara nuk bëhej dhe më vonë mori atë formën që ka sot. Sepse kur pagëzoi një njeri në Kishën Ortodokse, vërej nga njerëzit që shkonin atje për të qenë afër personit që pagëzoi, vërej që kishin dhe të smur, edhe që pagëzoheshin, që shëroheshin. Pra, ai ishte i smur, pagëzoi, dilte i shëruar. Atëherë kuptuan se uji i bekuar që nga mjet shërimi, sepse kur ne bekojmë ujin, bëjmë të njëjtën shërbes që bëhet kur bekohet uji për pagëzim, për pagëzimin e një personi. Atëherë doli kjo nevojë e kishës që të lëm një ditë, korespondon me pagëzimin e Krishtit, që përveç të përjetojmë të kremten e pagëzimit të Krishtit, bëjmë dhe shërbesën e ujit të bekuar që njerëzit ta marrin në shtëpi për shëndet. Tani një pyetje Miron. Nëse një person nuk është i pagëzuar, por ka në shtëpi ujin e bekuar, a mundet që ta konsumojë? Ai mund të spërkatet edhe nga kleri, që spërkat gjithë njerëzit, se nuk bëhet dallim atje i pagëzuar pa pagëzuar. Priti spërkat me kryq dhe me borzilok, me ujë, çdo njeri, por nuk mund ta pi. Nuk mund ta pi. Jo, as foshnjat nuk mund ta pinë kur janë të papagëzuara. Ujin e 6 janarit do ta pinë vetëm të pagëzuarit. Kjo është ajo çfarë thotë Kisha. Dhe gjatë vitit thash, e përsërisë se shumë e rëndësishme, duhet të pihet me uratën e atit rrëfyes. Jo thjesht me dëshirën tonë. Çdo mëngjes pasaj ne mund të përdorim ajazmon e vogël. Dhe më thon shumë njerëz për shembull, çfarë mund të bëjmë me ujin e bekuar të vitit që shkoi. Ose e pin atë në datën 6 janar dhe pastaj me ujë të ri të bekuar, ose edhe në një lule ku nuk e shkel këmbë. Por nëse je interesuar, unë mund të flas për një fakt shkencor. Që edhe njerëzit që na shikojnë dhe na dëgjojnë të kuptojnë se këtu nuk po flasim thjesht për një retorik, po flasim tani thjesht për simbolika pa sens e pa kuptim, hajde shpike, po flasim edhe për fakte shkencore. Uji i bekuar është një dëshmi e prekshme, egzaminuese, për ata që kanë edhe dyshim. Ore, ky ujë është vërtet ujë i bekuar, apo është një gënjeshtë, një sajes, apo është një trill. E para njerë, ky ujë i bekuar ka diçka të pazakont, ky nuk prishet. Do me thënë, ti e lë atë të mbyllur në një shishe që mos ta vulloj dhe mund ta lësh 1 vit, 2, 3, 4, 5 sa duash ti, ai është sikur e ke mbushur sot. As nuk vjen erë, as nuk krijon mikroorganizma gjitha. Pse ndodh kjo? Pse ndodh? Se dhe unë kam këtë pyetje se kam pas ujin e pagëzimit. Po, sepse uji i pagëzimit është njësoj me ujin e bekuar, po është njëjta shërbes bën. Tani më shpjegoj pse ndodh. Pse nuk? Në kohën e komunizmit ndodhi një trill që të krishterëve nuk ju prishet uji, thosin ata, se ishte ky fenomen. Nuk ju prishet uji sepse ata gjatë natës erdhin në kazan që të bekojnë ujin, edhin kryq argjendi. Dhe sipas atyre, argjendi lëshon disa molekula
që ngordhin mikroorganizmat dhe uji bëhet i pastër. Kjo ishte si them përgjigja modus vivendi e komunizmit. Por kjo është qesharake, po ta arsyetor, sepse nuk edhim vetëm një kryq për argjendi në një bazen, po edhim një kryq druri, kallçoku, kasot, metal tjetër, dhe edhim jo vetëm në një bazen, po edhim dhe në pishin, edhim dhe në lum, edhim dhe në det, edhim dhe në liqen. Asa ty nuk prishet. Po mirë këtu molekulat kanë bërë efektin brenda një ene, po në një liqen, po në një lum si bëhet. Jo. Çfarë ndodh? Shpirti i shenjtë që zbriti te Krishti si pëllum, zbret në ujëra. Qëndron në ujëra. Sepse natyra na thon etrit e kishës është mbartëse e shpirtit shenjtë dhe na vjen neve. Në kopshin e Edenit ishin dy pemë, quhet pema e përjetësisë. Pema e përjetësisë kishte fruta që kur i haje bëhej i pavdekshëm. Kështu që ne përdorim elementet fizik si bukën, verën, vajin, ujin që përçojnë shpirtin e shenjtë tek ne. Prandaj nuk prishet. Dhe elementi si them eksperimenti shkencor është ky, se ka njerëz që janë kërkues dhe shumë mirë. Dhe Zoti e pranon dialogun. Si that Jobit, më pyet dhe unë do të përgjigjem. Atëre, e morën këtë dhe morën ujë të pishëm, ujë liqeni, ujë lumi. Dhe pan molekulat. Molekulat e këtyre tre kampionëve ishin molekula ujë, H2O janë ato, por ishin të deformuara. Kjo është arsyeja që natyra është e prishur. Në thelb është e mirë, po është e deformuar për shkak të mëkatit së gjyshor. Mbasi u bë bekimi i ujit te këto tre, të gjithë formula e këtyre psoi një rregull perfekt. Pra u rregullu ajo struktura e ujit, prandaj nuk prishet. Edhe nga ana fizike. Kuptove? Pra Zoti ndërhyn në krijim dhe e rikthen krijimin siç ishte para mëkatit. Pra uji bekuar që nuk prishte ato na thot si ka qenë natyra para mëkatit, e paprishme. Dhe si ka qenë njeriu para mëkatit, i pavdekshëm. Dhe si do bëhet natyra dhe njeriu kur vi Krishti për herë të dytë, do krijojë qiellin e ri dhe tokën e re. Këtë e kemi tani fakt me ujin e bekuar që nuk na prishet. E qartë. Miron, unë do ndalim të pagëzimit tani. Po. Se neve flasim për pagëzimin, flasim për theofanin, por në fakt në lloj forme këto nuk janë thjesht rite që neve i kremtojmë çdo vit, por janë edhe thirrje që neve të bëhemi më mirë së brendshmi. Po. Ndaj dua të flasim pak për pagëzimin. Pse është i rëndësishëm pagëzimi për një besimtar, për një të krishter? Arsyeja pse Krishti u pagëzua nuk ishte thjesht të bënte një performancë për veten e vet. Po ishte edhe një nxitje për neve, sepse Krishti thot te apostujt që i çoi pastaj në Samari, në Judë, në gjithë kombet. Kush do besojë dhe do pagëzohet në emërtatit birë Shpirtit Shenjtë do shpëtoj. Pagëzimi është vdekje dhe ngjallje në Krishtin. Pagëzimi i Krishtit në ujëra është vdekje, simboli i vdekjes. U zhyt për treguar se do vdiste, do futej në botën e të vdekurve, kur shkonte në kryq dhe të vdiste vullnetarisht. Ngritja nga ujit është simboli i ngjalljes. Pra Krishti na i tha si ikona këto kur u pagëzua, që do përmbusheshin kur ai të shkonte drejt vdekjes. Tashmë edhe pagëzimi ynë është i njëjtë me pagëzimin e Krishtit. Vetë fjala pagëzim do thotë zhytje në ujë. Zhytja do thotë del nga dimensioni që jemi në habitati ynë që jetojmë, nga toka ajri dhe futemi në ujë. Uji nuk është habitati jonë. Njerëzit nuk jetojnë në ujë. Por zhytemi për të hyrë, si them, kjo simbolizon vdekjen e Krishtit. Vdesim bashkë me Krishtin. Prandaj dhe shpyen gjitha mëkatet, që nga mëkati i Adamit dhe mëkatet personale. Vdes qenia njerëzore, e lindur në mëkat, e rritur në mëkat. Dhe del nga ujërat e pagëzimit simbol me ngjalljen e Krishtit. Dhe bësh njeri i ri në sytë Perëndis. Prandaj edhe ai kazani ku ne pagëzohemi quhet mitra e kishës. Siç del njeriu nga mitra e nënës, del nga mitra e kishës. Dhe fillon jeta e re, rilindje, që ndodh me misterin e pagëzimit, që është me ujë dhe me shpirt të shenjtë. Zoti i tha një mësuesit të Izraelit që quhej Nikodem: në qoftë se njeriu nuk lind sipas ujit dhe frymës, ai nuk shpëton. Do me thënë, duhet pa tjetër edhe foshnja, pa kaluar, basi kaloj 40 ditë, duhet pa tjetër të pagëzohet, edhe një, si them, fëmijë, adoleshent i ri dhe i rritur duhet pagëzohet, sepse nuk hyn dot në mbretërinë e Zotit.
Sepse pagëzimi përveç se fal mëkatin së gjyshor, dhe foshjet kanë vetëm mëkatin së gjyshor, por fal mëkatet e personale, por pagëzimi të bashkon me Krishtin, të bën Krisht, të bën të ngjashëm me Krishtin, dhe Perëndia ati shikon të ne Krishtin, shikon birën e tij. Prandaj na quhen fëmijë të tij, bijtë të tij të adaptuar. Por nëse ti nuk je pagëzuar, nuk je bërë Krisht, dhe nuk e mos u bërë Krisht, nuk hyn dot në mbretërinë e Zotit. Prandaj, edhe ata që janë të papagëzuar, fëmijë, foshnjë, ose njerëz të cilët nuk kanë logjik, këta nuk do shkojnë në ferr, sepse nuk ishin përgjegjës që nuk u pagëzuan ose për të zgjedhur. Por thuhet në mbretërinë e Zotit janë të verbër. Do jenë siç është një për shembull që jeton në habitatin e, por nuk shikon bukuritë e natyrës dhe dritën e diellit, sepse është i privuar nga shikimi. Edhe ai që duhet në mbretërinë e Zotit nuk do arrit të shikojë Zotin, sepse Zotin shikon kur bëhesh si Krishti. Prandaj është një privim shumë i madh të lësh një fëmijë pa pagëzuar, edhe të lësh dhe veten pa pagëzuar. Sepse te mbretëria e Zotit nuk hyn asgjë mëkatare. Bashkë me pagëzimin, njerëzit marrin edhe disa përgjegjësi më pas më radh. Po. Pagëzimi është ditëlindje ose rilindje. Dhe kisha i jep rëndësi pagëzimit. Dhe normalisht kisha nuk feston ditëlindje. Se tham që ditëlindja nuk ka qenë traditë as judaike as e krishterë. Por sipas konceptit duhet festojmë ditën e pagëzimit, që quhet rilindje. Por meqense dhe pagëzimi ynë është privat, që mos ta krijojmë festën private, ka vendosur ditën e Emrit, që ne festojmë bashkë me shenjtorin. Por pagëzimi im është rilindje, pra ti fillon një jetë të re. Por kur lind një foshnjë, ç'a bëhet? Lind aty dhe lem aty pasaj. Fillon kujdesi maksimal, madje më i madh se ç'ishte në plaçentën e nënës, sepse aty fillon ushqimi me gji, ose mbajtja pastër ose ngrohtë, derisa ai fëmijë bëhet i Zoti vetes. Kështu edhe kisha interesohet për të pagëzuarit, që ata duhet të marrin misteret, mbas pagëzimit vjen misteri i kungimit. Është pagëzimi, është mirosja që marrim shpirtin e shenjtë, pastaj vjen kungimi. Dhe duhet kemi një jetë aktive me Krishtin që të ruajmë pagëzimin. Sepse nëse neve pagëzohemi, por shkëputemi, edhe thot kanonet apostolike thon 3 të diela, nëse ti nuk shkon në kishë dhe nuk kungohesh, pa arsye, ti quhesh i përjashtuar dhe humb pagëzimin. Dhe mbi ty vijnë frymëra demoniake. Kthehen prapa, si thot atje, dhe kur djalli del nga një njeri dhe shkon në vende të shkreta, atëre nuk gjen banesë thot, dhe thot të kthehem aty ku kam dal. Dhe kur kthehet thot e gjen banesën të rregull, por pa roje. Atëre merr dhe 7 demon tjerë dhe futet te ky njeri dhe gjendja e tij bëhet më keq se e para. Pra, kur ne shkojmë për pagëzim, bëjmë aforkizmat ose aforizmat, që largohet djalli, që ka ardhur me mëkatin së gjyshor dhe mëkatet personale. Largohet ai që të vi Krishti. Por dhe Shpirti i Shenjtë, por Krishti dhe Shpirti i Shenjtë rin brenda nesh, brenda disa kushteve. Pra ti nëse zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Por nëse nuk i zbatojmë porositë dhe jemi indiferent, Krishti dhe Shpirti i Shenjtë largohen. Atëherë mbetemi bosh. Dhe vjen ajo fryma e keqe. Për shembull 3 të diela nuk është kunguar dhe është larguar hiri i Perëndis, çfarë duhet ndodhi? Duhet të kryejmë misterin e pendim rrëfimit pa të kungohet prapë. Nuk është kaq e thjeshtë kjo. Sepse njerëzit nuk i japin shumë rëndësi nga që nuk i dinë, dhe unë pyes, jo vetëm unë, por gjithë ne si kish. Për shembull, do të masësh amplitudën e besimit tek një që thotë që besoj, sa ke pa u kunguar. Që ose ai thotë që unë kam më shumë se 3 diela pa kunguar, ai është me problem serioz. Dhe nuk mund të shkoj tani të kungohet sikur s'ka ndodhur asgjë. Ti mos shkosh, mund të jesh jo 3 diela, mund të jesh edhe kohë pa u kunguar. Për shembull, Maria Egjiptiane qëndroi 40 vjet në shkretir dhe u kungua para 40 vjet në fund 40 vjetëve, po se ishte në shkretir, ai nuk pati komunikim me asnjëri. Pra flasim kur ti ke mundësi të shkosh në një kish, ke mundësi të kishërohesh, por nuk shkon se përton. Do me thënë, e diela është dita e Zotit. Dita që ne ja përkushtojmë Zotit, duhet shkojmë në kish. Dhe nuk duhet kalojnë 3 të diela pa u kunguar. Ky është rregulli që ka vendosur apostujt, që në kisha ershme, nuk është se është një teke prifterive kohës sotme. Okej. Krishti ishte pa mëkate. Pse duhet pagëzohej? A kishte ai mëkatin stërgjysor?
Kjo është pyetje shumë e mirë, sepse kjo na tregon një të vërtet shumë madhe. E para, Krishti nuk duhet pagëzoj në kuptimin, si them, në kuptimin zyrtar, sepse ai s'kishte mëkate. Johan pagëzoi, shkoi të pagëzoi për ata që rrëfenin mëkatet. Prandaj dhe Johani tha, ti duhet të pagëzosh mua. Por Krishti u pagëzua duke u përulur për ta identifikuar veten me mëkatarët. Sepse Krishti kishte ardhur pa mëkatin e Adamit, por do merrte në veten e vet mëkatet e njerëzve. Pra, si ai sfungjeri që thith papastërtitë në një tavolinë dhe i merr me vete dhe pastrohet tavolina. Kështu dhe Krishti erdhi që të identifikohet me mëkatarët, me pagëzimin që bënte Johani për mëkatarët, si thot apostulli Pavli, dhe ai që ishte bekim u bë mallkim për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis me anë të Jesu Krishtit. Dhe kjo pasaj do përmbushej në kryq, kur ai do vuante për mëkatet tona, do shpagunte, jo vetëm do vunte, por do t'i shlynte, sikur ai ishte mëkatari. Dhe prandaj kjo tregohet në pagëzim. Pagëzimi na çon te kryqëzimi dhe te ngjallja. Siç na çoi lindja, edhe lindja na çon te kryqëzimi dhe ngjallja, se Krishti lindi si njeri që të shkojë në natyrën njerëzore të kryqëzohet dhe të ngjallet. Dhe këtë kemi dhe te pagëzimi. Ka një lidhje organike të gjitha këto që kulmojnë me kryqëzimin dhe ngjalljen e Krishtit. Prandaj dhe Pashka është festa qendrore e kishës. Mirë, do vijojmë bisedën në episodin e radhës, ku do kemi dhe shenjtorin Shën Grigor Teologu dhe 3 hierarkët për cilët. 3 hierarkët e mëdhenj. Okej.